afishoni emrin një muaj, po erdhën të tjerë të kërkojnë pronën që juve po kërkoni, ju nuk e merrni dot investimin. Po spati kontestime, prona është e juaja, investoni dhe jo bëni pallate, po bëni agroturizëm, bëni bujtina, bëni ferma, bëni agropërpunim, krijoni ato realitete që i kanë krijuar ata që nuk janë më të mençur se ne. Nuk janë më të zotë se shqiptarët, se shqiptarët tani janë shpërndarë dhe ju punojnë atje në për malet e tyre, por kanë qenë të udhëhequr nga njerëz më të mençur se sa hajvanët që kemi pasur ne në krye, dhe s'keni pse vazhdoni punoni për tjerët andej. Jo thonë këta anullohet këtë, po pse ta anullojmë këtë? Anullohet. Po shqyqyrë Zotit kanë 5 kushte, kushti i parë është jep dorëheqjen, që do të thotë ik ti pastaj bëj këto të 4 tjerat. E keni pa s'kan as logjik, janë dhe dërras. Se më thon këta të mi tretherotu, duhet i marrësh me të mirë, mos i fyej, mos u tensiono. Që ne po na ikën te peleku kokët, ku kemi më konet me lloj loshurash, me lloj onxho-bonxhosh, e me lloj njerëzish që i ikin pas beri hajt. Shikojnë gardhin atje, gardhin që pika që subi atyre që e vunat gardh me tela me gjëmba, po kjo është histori tjetër, me atë kufiri Izraelit dhe shkojnë mas Berjajt, do sjellë i Rama palestinezët këtu me Netanjahun. Keni parë ju budallëj të tilla apo jo? Edhe duhet të marrim me të mirë, po jo, se shiko çka të mirë të marrim me të mirë. Ne në fund 2027 do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Ne brenda 2030-s duhet hym Bashkimin Evropian. Ne kemi bërë sa kemi mundur për Vlorën dhe për Shqipërinë, me ato që kemi mundur. Tani është koha që këtu të vi para shumë më e madhe që të kemi qa shpërndaj më shumë. Jo, nuk i duam tuajt ne. Nuk i duam tuajt ne. Po me qa do t'i shtoni ju investimet? Apo duke i fryrë njëri tjetrin? Fryu. Me qa? Këta janë komplet tull. Ndërsa ata që kanë merakun e mjedisit, edhe ata që janë akoma të mjegull që që do ndodhi, si do ndodhi, ata unë i respektoj. I respektoj, po deri në far kohë, se në qofë se ta thonë një herë, ta thonë 2 herë, ta thonë 3 herë, ta thonë 4, ta thonë 5, që për Zvërnecin është krijuar skuadra, nga duke di ku mund të ketë qenë në ndonjë zhvillim tjetër, një skuadër me arkitekt nga më të mirët e botës, me inxhinier mjedisi nga më të mirët e botës, me konsulent për oponencën mjedisore nga më të mirët e botës. Dhe ti vazhdon, anullo projektin, të thuhet ore prit se s'ka ardhur projekti, ta shikojmë projektin. Se qarë kanë ardhur, kemi thënë, ktheuni, bëni këtu aty s'ka ardhur projekt, ata po punojnë. Një tuf njerëzish. Dhe me tregoju dhe kompanin, superfuqi në lindjen e mesme, bëjnë investime në gjithë botën. Mirë po, mos harroni një gjë, në momentin që bëhet ai investim në Zvërnec, unë nuk e egzagjeroj fare. Vlora bëhet pika ku s'ka nevojë më të kuturistëve të hikësh shumë larg. Vjen në Vlorë, në mes të Europës, dhe je sigurie në një botë tjetër. Vjen në Vlorë mes të Europës dhe ke natyrën, ke flamingot, ke gjithë shka, ashtu si që janë në ato rezorte që shqiptarët i shofin me dylbi. Apo jo, se janë shumë largë dhe ata që kanë mundësi të shkojnë. Nuk duat zjatë më shumë, se mund të flasë gjatë si që dini, se si që e patë dhe kur morë mikrofonin vlonjatët e tjerë nuk e lëshonin. Niko, po ku i kishe gjatë dhe gra që i mbaj mund më bërë. Nuk e di, 17-18 gra dhe nga burat në mbate mund vetëm 2 që kishte punuar Niko, Ismail Qemalin dhe Ari Aslanin.
Si mbaronin gratë Nikos. 2 burra njifte, Ismail Qemalin, Ali Aslanit. Edhe kompensoi kohën e burrave me poezitë Ali Aslanit. Po shqyr që i futën këngën se do ishte duke folur Nikua akoma. Pra edhe unë mund të vazhdoj si Nikua, po duhet të ndalem këtu edhe duhet të them 2 gjëra. E para, jo 5.000 veta, jo 5.000, jo 50.000, po 500.000 të dalin, edhe jo të dalin 5 ditë, po të rinë aty deri në majna qershorin e 2029-ës, ne kemi kontratën me 800 kusur mijë njerëz dhe unë dua që brenda kësaj dekade ne të bëjmë investimin. S'kemi kohë të presim e të humbasim, ata të vazhdojnë të kërkojnë Shqipërinë e shqiptarëve, ne duam shqiptarët për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë ku nëse deri më sot thonë o Shqipëria, nesër thonë o ti je në Shqipëri, po nga Vlora je? Nga Vlora je? Ky është borxhi që unë ndjej për të mbyllur kapitullin e punëve të mia me Vlorën dhe pastaj kur të mbarojmë dhe këtë punë bashkë me Nikon edhe me Mezanin do ulemi, Niko do numëroj gratë, Mezani do numëroj burrat. Pastaj do shohim me gëzimin, po harruam ndonjë nga ata firmtarët e pavarësisë, kemi dhe ardit bidon këtu që nuk na lë të ngatrohemi me punët e tjerëve se na fokuson ke Shqipëria, edhe në rregull jemi ne. Po na dha një kafe arditi atëherë. Dhe e dyta dua që t'i falenderoj sinqerisht të gjithë ata që këtu në Vlorë dhe në gjithë qarkun më kanë besuar dhe më besojnë dhe më mbështesin. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ata patronazhistët e qarkut Vlorës, se unë me ata e kam kryesore. Dhe kush thot, ja ky kujton se do na dalin ne përballë me patronazhist, po kur thoshte Fevziu, pat Fevziu se ai më shkrin fare më. Të shkojmë në zgjedhje, tha, të konfirmohet, tha, mazhoranca. Po pse më çdo bëjmë sa herë na dalin rrugës njerëz që bëjnë si pelikan, ne do konfirmojmë mazhorancën. Mazhoranca është jo e konfirmuar, po është e blinduar dhe sa herë që do thonë do dalim lumë në Tiranë, do dalim lumë në Shqipëri, duhet vetëm të bëjë një llogari. Partia Socialiste nuk është lumë. Partia Socialiste është jo një, po është 2 dete bashkë. Kështu që ka lumenj, po ka dhe dete. Ka dete, po ka dhe dallë. Prandaj se cilit shohi punën e vet, atje tu në skel ishim bashkë me Brunën dhe me Quçin, me pronarët, jo, pronarët që pretendojnë që është prona e tyre, s'kishin dalë ata në për protestat dhe ta ka hallën e pronës. Folëm si njerëz, u sqaruam, të vazhdojmë punë me gjykatën, po ju dha gjykata të drejtë, ato paratë ngrira të atij tjetri që thot jam unë pronari, do t'i marrim, do t'i japim të tjerëve. Është shumë e thjeshtë. Por ama nuk ka ndaloni ju punën sa të merremi vesh ne me njëri. Jo, nuk ka. Puna për ta bërë Vlorën beben e syrit të turizmit, të mesdheut, nuk ka për të ndalur. Shumë faleminderit.